Vaksinimi antigrip është tepër i rëndësishëm, sidomos këtë periudhë të vjeshtës apo edhe dimrit, ku virozat stinore që qarkullojnë janë të shumta, e përpasoj rritet edhe numri të prekurve. Fushata e vaksinimit ka nisur prej ditësh edhe në Vlorë. Agron Bashllari, shefi i epidemiologjisë në Vlorë, thotë se një vit më parë ka patur një rënje të numrit të vaksinimeve me vaksinën antigrip, e kjo ndikoi drejt për drejt sipas tij në popullat, duke dhënë më tepër pasoja në shëndetin e njeriut, e duke rritur po ashtu numrin e hospitalizimeve. Sipas Bashallarit, më së shumti të hospitalizuar janë të sëmurët kronik, të cilët duhet të ishin të parët që të kryenin këtë vaksinë. Bashallari thotë se të gjithë ata të cilët janë shtruar në spital me pasoja të rënda shëndeti nga gripi sinor, rezultojnë se nuk e kanë kryer këtë vaksinë. Ndaj sipas tij është tepër i rëndësishëm vaksinimi, që edhe këtë vit të mos kemi të njëjtat rezultate apo numër të lartë të prekurish nga gripi sinor. Bashallari apelon po ashtu për vaksinimin masiv të popullsisë për të mbrojtur veten e të tjerët përreth nesh. Vaksina nuk ka munguar, pra kemi patur gjithmonë në dispozicion, ne kërkojmë nga të sëmurët kronik kryesisht, sepse vitin e kaluar kemi pësuar një rënje të lehtë të vaksinimit e kjo kategori, çka është reflektuar dhe me rritjen e shtrimeve spitalore me ndërlikime, që do të thotë duke u bazuar pikërisht në statistika apo në sëmundshmëri të qytetit tonë, pranë spitalit Vlorë. Nëse në vitin 2022 kemi patur infeksione të rënda respiratore, pra persona që kanë frekuentuar spitalin Vlorë me komplikacione respiratore rreth 950 individ, në vitin 2024 kemi patur 1600 individ të hospitalizuar pra në këtë kategori, pra të ndërlikimeve të probleme respiratore. Kjo tregon që sëmundshmëria ka ardhur në rritje, ndërkohë që në vitin 2024, pra siç u thash, kemi një rënje të vaksinimit ndaj gripit dhe kuptohet personat që hospitalizohen kryesisht janë persona me sëmundje kronike dhe ku neve përveç se shikojmë vaksinimin, pra janë pjesë edhe e vlerësimit ose e survejancës e rasteve të rënda respiratore për të cilët ne marrim mostra dhe mund t'ju them që nëse në vitin 2022 dominonte Covidi në mostrat respiratore, pra nga mostrat që kanë dalë pozitiv në 2022 dominonte Covidi, në një raport të themi në 124 raste pozitiv, 109 ishin Covid dhe 32 ishin grip. Por vetëm në këtë, pra nga janari deri tani, pra flas për vitin 2025, që kuptohet së shmbyllur viti, kemi arritur në gati 1000 raste respiratore që kanë frekuentuar spitalin 860 më saktësisht që kanë frekuentuar spitalin Vlorë dhe nga këta 78 kanë rezultuar grip dhe 3 Covid. Pra flasim për periudhën nga janari 2025 dhe në vazhdim. Kjo tregon që virusi gripit është një virus dominant gjatë sezonit dimëror dhe kuptohet që është shkaktari kryesor pikërisht i ndërlikimeve ose që ka detyruar këta persona me sëmundje kronike të shtrohen në spital dhe nga intervistimet e tyre konkludojmë që të gjithë janë të pavaksinuar ndaj gripi. Pra personat që shtrohen në spital me raste të rënda respiratore, të cilët mund të jenë dhe diabetik, në gjendje të rënduar të diabetit plus një infeksion respirator, rezulton që këta nuk kanë bërë vaksinë e gripit në ndryshim nga vitet e më pashme kur kishim një pjesëmarrje masive. Kështu që këtë vit kjo kategori e popullatës, pra të sëmurë kronik, duhet të bëjë një kujdes shumë të madh dhe t'i kushtojë rëndësi vaksinimit ndaj gripit. Krahas vaksinës antigrip që është tashmë në dispozicion me 18.500 doza në favor të qytetarëve, është edhe vaksina që ofron mbrojtje kundër COVID-19, e cila mund të kryhet në çdo qendër shëndetësore.